peja ishte njësoj sikur Mitrovica, do më thonë kishin vazhdu të lashët tutje. Po, e ka pas edhe një, do më thonë, një ballavaçim me forcat ruse në atë ku? A keni qenë ju atë? Jo, une jom anë mas lufte me Ramushin deri në kohën e dematerializimit të UÇK-s. Dhe aty tutje unë e kom vazhdu në një formë, Ramushi është dalë në politikë, edhe fatkeqësisht kom qëllu atë kanë qëllu Gazmend Sylla më doget, Ahmet Jusufi dhe disa 2-3 djemë që kanë qenë me ta. Po ata kanë qenë, aty ka qenë kogja e zorshme. Fatbarësisht nuk e di as që është kanë pështu, po atë ditë kanë mujtë edhe me pasoj edhe matë mlaja, ndoshta edhe në domë të Ramushit, po edhe në domë të atyne. Por Ramushi ka qenë, që shëdim Ramushin, me thonë tipi tilë edhe urrejtja normal ka vazhdu urrejtja, se kur e logaritash, na kem logarit njësoj si Sërbin, si Rusin, një farforme, edhe prap du të mi logarit të njëjten. Dhe atëherë nuk i pas zgjidhje tjetër, se provokimi ka ardhur prej tyne, jo prej Ramushit. Me gjithë se Ramushi se ka pas problemat punë, po... Qka ka ndodhur atë konkretisht? Konkretisht ka ndesht me arrestu Ramushin. Tash për shumë arsye me arrestu, po problemi është se ku pe e qonë. E vënë se tash problemi ka qenë se komanda e forcave të NATO-s në atë kohë, do më thonë, na kem pas një farë letre që kem pas të shumë prej generalit Këforit në atë kohë, Gjeksonit, që në kërë tonin, do me thonë, nuk ka guxuf me kontrolu kërkush. Do me thonë, kem pas lejen me hi edhe mrena në kazermat Këforit, edhe kjerë janë nuk është kontrolu. Po, forcat, që shedim forcat rusën atë kohë, nuk ju kanë përgjizas komandës NATO-s. Edhe do me thonë, këtu ka qenë të lashja, nëse ti e me Ramushin ku pe qonë ose ku i pja qonë. Këtu ishë problemi, do me thonë që mos me lonë... E qka ka ndodhë mandej? Mandej ka ndodhë për leshje, do me thonë me ta dhe kanë shku deri në kapje të armëve, po fatëbarësisht nuk ka ndodhë në aksident ma i madhë. Edhe kanë arrestu, po Ramushi s'ka pranu deri sa kanë ardhë forcat anglezë më mduket në atë kohë, në ardhë dhe kanë marrë se e kanë kuptu rastin që kanë gabu, edhe atëherë normal që është dash me ndërhy dikush tjetër për marrë me marrë. Po, a i taku gjatë luftës Bujar, se harrova me përmend dhe me ish presidentin Hashim Thaçi edhe me Kadri Veselin, sepse keni kalu kufirin shumë herë për me furnizu me armatim. Qërë, unë e kumë qenë një ndër djemë të partë, ndoshta të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kemë përcjellë shumë njerëz bashkë me Shkëllxenin. Ka mundësi që kena bo ndoshta mrena jave 3 herë rrugën për Shqipëri. Dhe në kara, atër nuk i kemë njoft me emna. Po, absolutisht. Se kemë ditë as s'ka po samra në to. Hashimi, as Kadria, as tjetëri, as po. Me njoft ka normal, po. Edhe me ftyra, atër mos anaj, po... Do me thonë i ke po? I kem përcjell, do me thonë shumicën e kohës, se krejt pika që okon e lidhën, do me thonë që kanë kalu krejt, edim, krejt ushtarët e Kosovës, po flasë për zonat, po pjesa e madhe tyne ka kalu në për Glogjan, do me thonë për furnizim dhe për armatim, dhe ka njëherë, ndoshta nuk e di, duhet me dalë pak të ndikush për tyne me bo një faleminderim, nështë se une e shoh si pik jo të mirë, në shumicën e rasa, o dash me dalë me bo një faleminderim për të pak të në bërnjonat që aty ju kanë dhonë buk, ju kanë la teshat, ju kanë la sukur djemë të vetë. Edhe ka njëherë për i harrojmë do sane, edhe duhet me dalë dikush me thonë të pak të veç faleminderit. Po, ka i kom taku fatëbërësisht edhe kom pas rastin edhe me najt me ta. Atë kujtuhet në i fjallë? Po të flasë edhe para periudhës, para 98-ës. Të kujtuhet në i fjallë për ty, në i diçka në i bisedë interesante? Qërë, atëherë jem konë pak matë ndrojtun, se ishë problemi se nuk unë gjeshim shumë me njëni tjetërin. Dhe
Shumicën e tema nuk i kem pas nashta të liume edhe më fol, po i kem rujt i raportet, dhe më thonë diskutimi ka qenë ma shumë i madhë për temat luftës, ku ka nashta ma shumë forca, ku duhet me sulmu, që duhet me bo, dhe më thonë që kjo konë tema. Bujar, jemi minutat e fundit, du në falenderoj shumë për këtë rrëfim rënqes, kisha pos dëshirë në fund pa e politizu emisioni se ka qenë fantastik, po një dy fjallë dhe me thonë, me që jemi në prag të zgjedhjeve qendrore. Na jem 26 vjetë mas luftës sot, edhe shumë është dhonë shumë mundi